puna e një vllavit. Ju ka shty fejesa, ju ka shty martesa, e qa me bon, baba të në rënë. Me grud vllavt, në rënë muhe. Në rënë. Se për ndryshe, u vanue, mu fejua i vllavi. I boni 2 vjet, u vanu, mu feju, e të nam ka dhënë mu, mëtrën e burrit për vllavë të nane. Vllavë dhe ajo mëtra burrit, ta mënjën konë mësh më martë. Vllavi i ka pos ka 28 vjeta nanë qështu. Ajo mëtra burrit që ka morë vllavi jam, ajo i ka pos 23 vjetë. Të na baba ka menue që me morë ato me martu vllav, e mu të na me shty dhe kë. Dhe i të bëjnë edhe naj vetë. Të na mëra vesh, po bisedesha ka pak me nonën, po e nonës i thesha qka bre nonë qa u bon, po mirë po nuk ndodhë ka ajo vështone. Po shumë qika që është ndodhësin. Edhe bëjsh Allah me nonën, nonat e këshuj, se me bo me një baba jetë, ty edhe mu namit. Shuj, ju zban me një baba jetë. E jeta e saj bashkëshortore nuk ishte qenë as pak e lehtë. Pas martesës, ajo kishte kuptuar të kaluarën e burrit të saj. Shkova të burri, ko shkova të burri, vjera, burri jam një vëllo 3 vit. Une, se s'ka posë baba jam tjerë, thmije tjerë, une me vëgla, me reja që aty, shkojsha me gjën, me 2 porgjën, me dhem, me lep. Edhe ju më konë veqën edhe në aty, nona ju këmë dhimë, së më ka shti me bo punë të shpisë. Me fshije, me pastrue, diçka po me gatu që shu bo buka këtë në herë ju. Edhe nuk disha. Nuk disha, mirë po, do shti zëti ku shkova pak icë, vjera e kuptejke. E kuptejke vjera që shumë ka morë. E reje, edhin pa mësune kur gjë, po mirë, vjera mësej. Të në mësua me gatue, me i mjellë gjone, se me fshije me ldirë, se ko zërë aty. Pa dhe zëru kona atë këse s'kena pos kështu i lëke. Dhe loj s'kena pos atëherë kështu. Po do të me gryë lëqin e hinin e tona. E me lo enë, me lo në bërë, me hije, me zallë, se s'o ko kështu. Më valaj burri bukur ka gjaj më që më konë. 37 vjetë po, unë e 14. Po, pasha syte. Po e këty në qa ku menu korgjë, veç i më tutë. Veç i më tutë, ka vëzaj drejt. Jo më tutë, isha o zëtë qa u bo me mu, qa di, qysh, qysh shkon puna, qa bo puna. Besë dhe i shkoni martun. E që me qika jame, qysh u konë këha atëherë. Ajo thot se asnjëherë nuk ka pasur guxim ta diskutoj këtë gjë me prindërit e saj. Që me bo kur gjë, apet që ashtë, këm nejtë, së më boza. Me i thoi babes, baba, e këm pas babën e shtirë, s'kë nga godzumja për men, as të miren, as të keqen. Për bes, u deke u shku, edhe që aty nuk e këm, së këm diskutu këtë punë. As me bob, as me nëm. Se vën këm linje. Se boba të në masi u martyuve, unë ju më shku se mu ju konë të tyrë, baba të nëmë ka dek,
në mars. E të në atë fillim atë nuk u mujtë me diskutu me babë. Se nëna se kishë pas ditë heqë. Edhe me ditë nëna s'kem godzu, me të japë koptër me fëllë. Nëna as me babë. Madje, ajo tregon edhe momentin se si është ndjerë kur burri kishte treguar për martesën e tij të parë. Më kallëzoj burri se u pa qefa, edhe ato si hajgore. Mirë po nuk besojsha, u pa qefa. Edhe u pa qefa si në hajgore, hajtë më se edhe ndeksh, e marë tjetërën, e treta e vërteta, si hajgore. Kërta, unë hajtë në u musha, shka isha të ditë. Ashe qa kjo që kjo treta e vërteta. Mashallah, tha je mushme, më tha për dhe me ditë. Thash vallohi, qa kjo që kjo treta e vërteta. Tha vallohi, qështu tha kompost grunë tha për para, 2 muja, 3 tha. Së ka kismet, të e këmë shu, tha, ti e dyta, tha, zëtë në rujtë me bo me dek, tha, duhet e treta e vërteta. Edhe, qa me bo, e kisha thmenjë.